Mirëdita, kështu ka ardhur koha dhe për pyetje e tjera sot, e dini që keni qef, a unë jam këtu për t'i përgjigj. Kështu pyetja parë është, përshëndetje, faleminderit shumë, jemi mirënjohës për të gjitha këto informata. Mezi po pres videon e radhës. Pyetja ime është, për Kosovës Dardaninë, pse nuk kam dëgjuar më parë që duhet të pastrohet toka? Në posa të dalën nga lufta që ende gjinden varreza masive. Mos do këtë ndonjë term tjetër, ndonjë tërmet, apo diçka tjetër, edhe pse nuk jetoj në vendlindje, dëshiroj të di. Për pyetjen për atë që bëra unë për këto që ka përndodhur për shembull. Unë për to që thashun që ka përndodhur aty, kjo nuk krahasohet me këtë që po thuati për lufta e për gjana kështu, e kupton se kështu ka pas gjithë këtë toka, gjithë botën. Ne kemi qenë tegër, edhe jemi tegër. Po s'kam gjuna gja për Kosovën Dardaninë ne. A kupton, këto që them unë, këto janë spektakulare, nuk krahasohen këto me gjana kështu. Aty ka energjia të qija. Aty ka tunele shumë nga ato venet. A kupton, mëjna për mëjna, që s'dini ju, aty ka tunele ças ka. Aty ato ka fëmijë që qarkullojnë ane, ka rituale që banë ane, ka qenie të tjera që ka ane, por poshtë, ka qytet poshtë për poshtë, që gjithë to me e njëjta mënyrë t'i shpërlash këto, është ajo që tregova unë që është loja ashtu, kupton? Ku batet sopkoj me, duhet shpërlaj edhe kështu shpërlate. Edhe ai do na ndihmoj edhe, a kupton, se s'ka mënyrë tjetër. Qyteti do të banë ato gjëra që të bashkojnë njerëzit. Kjo është komplet tjetër gjë që po flas unë. A kupton? Imagjinoj me, a kupton? Këto kanë bërë shumë gjëra të këqija aty, në shumë vite, ka shumë ato të pisluqe, ato të zeza, ato mallkime, ato gjëra të këqija që themi ne, shejtanet, e djallët. Janë ane ato. Ka shumë ane. Ka dhe vende tjera, por ka shumë ane. A kupton? Për këto ishte ajo. Se më qifin ata, kupton? Janë mrena për mrena. Që kështu se kam vendosur as unë as i tjetër, këto janë vendosur nga gjithë ne për shembull, nga bollat jemi që i thon boll, edhe krijon këto gjëra, ta kupton? Edhe shpirtat që do ikin me ato e din. Ku shkojnë na përëndra, takohen, bahen para se me ndat kjo. Edhe janë, na kupton, po ku vjen tu si mandmen, po janë bame këto. Ata kanë vendosur vetë, duket ne qysh. Ne vim këtu shpirta, kemi lloj shpirta, lloj venesh, vim këtu për kaq kohë, vim prap. Na duket kjo jeta si shumë kështu, a kupton? Shumë ato shpirje që mund t'i mund të vinë dhe prapin me, a kupton? Edhe ngjojmë njerëz si puna ime, ose si puna këtyre tjerëve që kanë eksperiencë, për shembull, në kohën e ardhme, edhe këto me ta zbulojnë veten. Edhe shpirti zhvillohet ashtu, kupton? Ka lloj mundësia, po them, kjo është një nga shumë. Që është një gjendje lojës, edhe nëse kemi vdek ne, se mbaj mend, jemi myt, jemi ba, jemi vra, jemi degeneru, jemi sakatu, kemi vra vetën me thik, me armë, kemi heth, ças kemi bane. Që kështu, këto gjërat janë komplet ndryshe këto që flas unë. Janë shumë entitete tjera, gjëra tjera, a kupton? Që më qifin, banë, kam bërë shumë gjëra të këqija, shumë kohë. Kështu dalin bukur të gjitha. A kupton? E di ta luaj rolin këto. Po nesër. S'kam gjugja për këtë vendin që po thuti edhe. A kupton? Se ka shumë vende tjera. Që kështu mos u fiksoni, unë thash, kjo në jetë mos e kisha thënë fare për këtë pyetje, se s'kam që t'ju fiksoj, a kupton? Kjo nuk është për të fiksuar, kjo është për t'ju ndihmu, pak a shumë, po e di që i bi keq, se ka kupton, këtu gjërat janë komplet free, ka kupton, dritet dhe damaj trupi. Po të vdesim, le vdesim. Nuk bëhet në gjë keq, a kupton? Ne ikim shtëpi e shpirt. Po vdesim natyralisht, po që e vendos ashtu, po që e shkrujt, a kupton? Dhe ta vrasësh vetëm.
Që kështu me nga shpirti e zbulon veten, e zbulon trupin edhe i shef të gjanat e vet, i bën këto gjanat vet tani, e kupton? Kështu me s'ka punë për frikë fare në botë, i shef tani, kush jam unë? Kam marrë unë shpesh herë. Unë kuptoj që jam më shumë se ky trupi fizik. Unë jam ai që jam Zoti. Që kështu s'ka të baj fare se vdesin njerëz se vdesin, e kupton? Po aty i duket të frikshëm se kanë zbuluar veten. A kupton? Po ato do të shlirohen, ato thonë është i qyrë Zoti që hoqja kësaj, a kupton se ka njerëz atje që duken sikur kështu, po kupton kush je vetë tani, e kupton del vetë ajo kështu pas qyra të hapet. Sikur që kam unë. Unë isha në ëndër aty. E di që s'ta pret menja kështu 100% e kupton, pak pëse një, po kur del nga trupi i kupton mirë çfarë them unë. A kupton? Është ajo ultimatja. Nuk ka. Zbuluan komplet gjana tani. Imagjinoje shive trupin tat në fizik aty kërvati, imagjinoje veti me atë. Çdo më thon ajo. Dalësh me trup qysh po thos e pa bame. Mos pa shoh qysh bëhet. A kupton, s'kema frikë para që jam botën, e kupton. Ky është ky trupi. Ky s'ka baj fare, ky është tip veture që unë i vi vëqar. Po i më menton ti se ti më ke vetura, jeti vetura. Ke arru fare që ke vetëm veturë, kjo është për cop kohë. Ti jeton gjithmonë. Jam kështu që shtrasu me ty, jam atje. Po jam në kështu pa këto gjendet që janë këtu. A kupton, ambientet, frekuencat. Jo, atje janë frekuencë shumë. A kupton? Sigur ke marri pauzë nga luaja ke dalë. Çfarë po bëhet? Je po ti me këto gjana që ke ti, po komplet gjanat janë jeri rum, edhe kapesh më botë tani bat ajo. Si kështu fisek zjarë, dalin lloj imazhe, e kupton shumë mirë atë për këtu të merren mend, si kupton, po atë e kupton se është gjëja jote natyrale. E kupton direkt kush jeni. Varet ku shkon, kur shkon, me çin shkon, sa eksperiencë ke, sa i zhvilluar mirë, po nëse. Të falenderoj dhe dua të bëj një pyetje, të lutem. Kur ndodhi vdekjet e papritura, a arrin shpirti të dalë nga trupi, shpirti del direkt nga trupi? Normalisht shpirti del pak fara se me vdek njeriu. Disa kohë përpara, duket pa çuditshme. Që është vetëm ky avatar jani. Po shpirti shkëputet ndonjëherë. A kupton, para se më ndodh diçka. Shpesh herë, gjithë për herë. A kupton? Shkëputet shpirti direkt para se më bë aksidenti. Është shumë gjë e bukur. Varet, njëri ka kaq, po shkëputet shpesh herë. Shpirti para se më ndodh aksidenti. Po aty mendon se te aksidenti jo, ti shkëputesh përpara se me vra veten, përpara se më ndodh diçka, kupton? Pa shkëputet trupi. Shpirti direkt, e kupton dhe ka shumë ashtu. Si përpara, kupton, seninat e për shembull, dhimbjen ose gjanat, e kupton, ndryshon komplet. Ku shkëputet ajo? Për shembull që po garambolohesh, del përpara, sa mu garambulu, para se mu bum, për plas për shembull. Kështu seninat e që ne duken nuk është ashtu fare. Shipe vet baje vet. Kur dalet nga trupi, jo kështu, të bash aksidente. Që kështu shpirti del nga trupi, mos u mërzit për të punë, shpirti aty është. Shpirti nuk vdes kur, vetëm ky trupi ke vetura, a kupton? Shpirti ka kriju këtë lojë këtu. Ti je krijuesi. Ne jemi krijuesit. S'ka gjë mbot, pa shumë na duket nu. Tash është loja. E di që po e fus kot, po se fus kot, është e vërtet. Për shumë duket, se ngjoj edhe vetëm një, po ti isha unë atë gjendje që se kuptoj këtë që eksperjenca që kam unë. Pyetje tjetër. Përshëndetje i nderuar, të lutem më trego se të shfaqet ai yll. Ai ylber. E kam shumë të rëndësishme një shpjegim nga ti, sepse dua të konfirmoj një me dyshje që kisha prej kohësh. Faleminderit. Po, ti ke para video që e kalovën para kësaj, që ndoli ajo ylberi aty. Ai ka të baj shumë me LL, me mu më ka ndodhur shumë herë, kupton, po çfarë them unë, është pak si ndryshe çdo herë. Shumë herë është një sinjal i bukur dhe një konfirmim për gjëra që ndi unë, mbaj unë, a kupton, që e kuptoj unë, a kupton, ka të baj shumë me këto. Për shembull dhe gjëra që ka për ndodhur, sidomos gjëra kështu pak kështu si çuditshme mund thosh, e kupton.
po ti shkojmë sa të energjies që po shkojmë, kupton? Po ndryshojnë energjinë edhe s'mund ndodhin. Varet me kush je, me çinje, çka ke qenë bash. Për shembull, unë e bana video, për shembull, ndarkët, për shembull, kisha një farë kështu si eksperiencë që është personale, kupton? Që kështu me edhe se po më rkoja, kupton? Edhe për gjëra që janë për mua, që se kemi në gjitha gjërat tona, kupton? Kështu ka të bëj kështu për të gjëra. Që nuk bëhet mohabet janë shumë personale këta, kupton që do t'i nish secili ka të vetën, po nuk është kështu, është për të mirë, kupton? Gjithmonë për të mirë. Unë ka pas eksperiencë të tjera unë me këto që po t'i flasum. Do mbaj njerëz budalla. Po, shumë herë dalin kështu gjëra të bukura ma vonë. Është dhe një tip sinjal, ja kupton, një tip konfirmimi. S'di gjysh të them, edhe për ç'a bën, ç'a gjendje je dhe ku po shkon, vazhdo kështu çfarë mund ndodhi, si tip kështu ndajherë si tip vlere sa të dumë në ty nga bota tjetër. Si je këtu ti prap, se ka kështu nuk, a kupton, nuk je shtëpia, a kupton, je këtu i me, je këtë vështirë, je me këto njerëzit që je, po ban këtë punë që po e ban, që po vendos vetë, pa të thamë, baj këtë, baj atë, se sot një gjë, baj këtë, baj atë, një baj vetë gjanat. Me dali që dali. A kupton, po nuk kam qef t'i bajte, mos dalja se gja, s'du në dalja se gja, do vetëm ju ta zbuloni vetën. Ajo është ajo. A kupton? Ç'a do dalë, s'ka ç'a, s'po dalë, s'po dalë. Unë kënaqem kur e zhvillon tjetri, unë di vetë ç'a ka të baj, kur e zhvillon vetën, a kupton? Nuk krahasohet në botë me gjatë tjetër në botë, as i gjatë krahasohet në botë. Që kështu me, po, që shpëto të gjithë shfaq. Unë të kuptime kam, unë kam dhe ca eksperjenca tjera, po kismet dhe të regoj të ardhmen. Se jam pak shu si çuditshmi, do t'jesh me farë gjendje që ti kuptosh, ose bi mbrapsht fare, vinë ato që quhet. Vinë ato skeptikat, a kupton? Shpërthejnë me mesazhe aty. Se s'janë gati për të ngjuar këto gjëra, a kupton? Shumë njerëz që kshu me, po. Këto janë kuptimet që kuptoj unë. Po as më ka ikë truni fare, me që po më thoj ti. Që do të thonë, ku po kuptoj me ato gjëra që ku i kam pa unë, që më kanë ndodhur para dhe mrapa, po. Po flas për eksperiencët mia personale. Që kështu, po. Pyetje tjera. A ekziston në shekujt, vitet dhe ora? Çfarë viti jemi? Nëse përgjigjesh, na e ke zgjidhur mendjen, faleminderit. A ekziston shekujt? Po dhe jo. Vitet dhe ora, ato janë gjëra që i krijojmë ne këtu, kjo, po s'ka kështu shekuj, po këto kështu i regjistrojmë ne dhe kështu janë si po thuajnë ti xhumit të kuptojmë ne. Po janë ndryshe, a kupton, nuk është korrekt. Po e di unë si kështu është shokje ime. Me i gjetë të gjërat, a kupton, por ne e them nuk i kam qef ti futem thellë, si do filloj me to astrologët, do filloj me ky ne kemi kështu, ky tjetri ka kështu, atje ma tanë është kështu, është për shembull një tjetër që është 8 orë përpara. Është një tjetër që ne kemi këtu 24 orë, aty ka 38 orë. Edhe nesër ne kemi 24, ato kanë 38 tjera, që kështu i me bin këtu 48, i me 38 i bin 76, a kupton? I me 24 tjera, 38 tjera. I me dhe gojtit e masi vite, 2 viteve, 3 vete, 10 vete, 20 vete, 5 vete, 100 vete, sa banë ato, a kupton? Që kështu të merë në mend. Ka lëllë gjëra ndryshme, për ne si futëm në to, unë do të ditë ashtu, po unë do dali drita këtu, unë do të di çat teli merresh me telin, që shbat kjo, ç'a viti u ba, ç'u ba. Futëm ka jo aty, mbam distracted, a kupton? Unë mikën menja një këto gjëra që po baj unë. Dhe si kam qefe valla ti di. Po e kuptoj pak a shumë, a kupton? Që janë, po s'ka kohë ku je atje. Njëjtën gjithë në kohë, siç ta them është kështu ajo. Edhe i me jemi në patjetër në gjendje vetdije, i zatë jetë e kupton që s'ka kohë. Je prezent gjithkohën. Kur arrin deri aty, është pak kështu ajo që thonë të scary, që thonë në anglisht, por nuk është, e kupton. Po e kupton që ti je janë aty tani edhe duhet pak sikur të balancohesh, di qysh edhe të merresh me ti jesh, edhe të merresh në atë gjendje me vendet tate. Edhe është një farë praktike, ku e rrit frekuencën. Po kështu me orë me gjana, këto janë këtu që i bajmë ne që jemi kështu, po thoj mëna nuj, e kupton? Këtu nuk shohim mirë, nuk ecim dot mirë, nuk ngjojmë dot mirë.
nuk bëjmë të gjërat mira, kupton? Kurse kur del nga uji, e nxjerr kokën, kupton, del fara niti edhe hecën edhe merr frymë edhe shef edhe ngjon 100 herë më mirë. Ashtu është aty po nga frekuencë ku kapësh mirë, kupton? Edhe e kupton që edhe ku ke eksperjenca që s'ka kohë më herë, kupton? Po edhe kjo është një tip kështu, si tip rrugë që e merr dorë me shumë me kohë, po ku e ke eksperiencën vet, e kupton, po është vështirë se si mësu kështu me këto fjalësh. Çfarë është kjo? Të njëjtën kohë. Unë jam mësu përpara i me dhe ma vonë. Çfarë po thuti këto? E kupton, ke menja do ta shohë vetë, kur shef vetë herë do pa kohë se të vjen sikur shuva edhe të jep lloj kuptimesh. Si të gjithë filmat, njëjtën kohë. Secili njëri është 70-ën, njëri është 60-ën, ka dhe jetë tjera që vazhdojnë aty ke dimensionat që s'kan vdek. Ti vdiqe, ky trup i vdiq, ti futesh me trup tjetër pa jeta vazhdon prapa. Ti thuj po qysh është, ka të baja ato, a kupton, shumë me atë që jeti me eksperjencat tuaja, janë kështu gjitha gjanat janë gjallë, për çfarë po them unë? Nuk di çfarë shpjegoj, ku i meni janë vështirë me shpjegoj këto gjëra, do të marrësh eksperjencat vetë ti kuptosh. Çfarë viti jeti tani, aty thuj ti, që ka kështu këtu. Do rinë me këto vite me këto muj, këto gjanat e kota këtu. Po nëse on disa njerëz që kanë qejf to, a kupton? Që kështu s'di gjëta them, unë do filloj me teme, me shumicën t'i bajme, ti numëroj 3 aty me orë, me ditë. Edhe e gjeta, bravo, edhe, a kupton, po ku kupton këtu fare ti s'ke nevojë për të gjërat, a kupton, ti kupton, pa, del drita, valla, kupton pak a shumë, ka aty kabla, ka tela aty mëna, të verdhe, të jeshile, ka me kjellë baje drita, ka që do di unë, a kupton, që këshu me s'ka kohë, filloj drita, a kupton, zërion të mëjë telat që e ban këtë dritën, për shemull, këshu i bie pak. Na trego pak për, kjo është si shaka kjo pyetje, ky njeriu. Na trego pak për seksualitetin, mendoj unë, se është kështu. Ma trego pak për seksualitetin në atë botë. A ka të paktën ledhatime, fërkime, apo përqafime? Se ju e dini aty, ku nuk ka ndjenja seksuale, shqiptarët nuk shkojnë as nuk duan ti di në fare me atë botë. Mos e di është për qeshme, kësë për qeshme këtë pyetje, po s'pe kuptoj aq mirë. Po e kuptoj pak a shumë kuptimi, thot na trego pak për seksualitetin në atë botë. I me çfarë botë do ti? Tregoj unë ty valla. Kjo shumë për nesh, kjo është pyetje kështu që kam për të çmend ca njerëz me. Sa nga ju shikues edhe ndjekues edhe tjerë që ka për ta gjuar këtë videon. Po, ka seks nga bota tjetër. Kështu që diun është me aty është ke veni, po ti kesh kati 5 aty me. Është ajo që quhet është si katedrala ajo. E di çan katedrala janë si këto kisha të mëdha, a kupton? Ka shumë korridore. Aty është i vend kur njerëzit shkojnë lakuriq, po thoj shpirtat janë lakuriq. E ty janë atje apo jo? Kështu valla. Ka femra, ka meshkuj, a kupton, ka seks aty, gjithë të gjanat. Po këto shpirtat janë vedishëm me, këto nuk janë si ne, këto janë vedishëm. Qa bajnë, qa kryojnë, a është këshuar nuk krahasohet në botë, seksi atje me këtu, ose përqafimi, a kupton, ose, që po të të, përqafe, po, aty ndjenjë seksuale nuk krahasohen me këtu. Ne këtu ne jemi jo mrapa botës, po mrapa botës krahasohesh ti me ato ndjenjat atë që është atje më tan. Po nëse, po ta them pak shkurt kështu, që ka, po është ke fusha 5. Po thot po njëjti person. Po kur Rama tash se tashun kështu si shprehje, mos merr me di Ramon, merr me të gjërat e mira, sa të s'ka energji të mira, kupton? Po më pa thot tjetri. Po kur Rama tash shtet tokën ndër këmbë që ke, e ti mos thu merrim, e ti thu mos merrni me Ramon. Na shpjego pak se shumë e vështirë që të kuptojmë. Çfarë them unë ty? Ti merr me Ramon. Unë po them për të marrësh me të gjëra, të kapësh me këto gjëra që po them unë, di këto gjëra, ti je në frekuencë shumë të kundërt aty. Po që shtja bashim me. Ti me zbuluaj vetën tate.
ka njerëz sa du që merren me këtë punë. Unë po i flas juve sigurisht që merren me zbulu veten. Këto gjërat pengojnë. Ajo nuk ndihmon gjë me ardh mrapa me atë etiketën. Ti ish në një burrni aty ta kishe baktë, unë se po thënë po nuk po them në një ta baj këtë, po ç'është do të ishte ba me kohë ajo. Po ju pengoj të gjërat ju, a kupton? Qysh ishte nga 90 tani, më mendon ku ishte në Shqipëri. Me 2 kamshe, me pushkë automatike, me pluma, çfarë s'kishte aty. Shokë gjithë të tjerë me pistoleta, me granata nga ato të fiqve, a kupton? Në atë kohë ishte shqiptar tamam, ku ikën aty, iku petlla, ikën policat, ushtarakët u bën kështu ato civila. Ajo shqiptari, shqiptari sot është i dobshëm me këto etiketat. Janë gjëra të kota, s'puluje vetën, po lëni ato. Ato na kanë dobësuar, na kanë bërë me shkollë. Sillemi mirë. Qysh fillim ato të bajnë ty të vush, s'ke të hash pish bash mos, edhe atje ta marrin në shtëpinë. E kupton? E di të e pan të kenë 90, oj qysh ne bank tonë, qysh di kontrollojmë tonë me. E po mirë, di marrim me të mirë tonë. Vazhdo kështu ti, ha bak kështu, mëso këtë shkollën bak kështu, edukohu kështu edhe sill si këto amerikanët kështu. Edhe këte ma ta në futë e bjerë. Jo, vlla, shqiptari është, s'po them gjithë, për ka shumë që janë dobësu. Nuk jam ai shqiptar që kanë qenë. Që marroshin punë tamam, ashtu që duhet. Jo ti baj këto e me ta fusin vllajin kushurin të bëhet policë trafi ty. E ti aty rri me targë, me atë targën aty. Mos ma merr shpinë mo. Totalin mbyllën aty nal. Se kanë dobësu me ato vite, që do jetën deri me. Kanë ndryshuar, nuk është ma generacioni ashtu. S'ka vëshimi shqiptar në botë, maja menë aty në Elbasan, ki s'kampa. Rishën dhe 4-5 veta. Qure pa mas pa gja, me kallash një kondor, vinte polici fugoni, i bashin të ika ty, këto e komandoshin. Rishën një gangstera, isha 10 metra larg, 15 metra. Kishte njerëz tjerë aty. Mjes aty, me kontrolloshin policinë aty, dilshin ato, 5-6 veta, rishën aty, kishin përthuj shtetin dorë, ato ishin në Rama. A kupton? Po s'pa të bëth për bashkë shumë, më mirë rini shpikë mërna. Jo të them që ta bani, po ashtu do shba me koja, i me ka marru filmi. Po nese. Ato nalt, unë i kam thënë, ato nuk kanë shumë shpirt me ne për mrena. I me po thuj është 1%, ose 0% e këtë 100%. Ato s'janë as 1%, ato janë as 0.1 po thuj. Ato që janë këtu nalt. A kupton, nuk kanë ato, është cirkusa, është teatr, është show. Këto ramat e këto që bajmë ne. Nuk ndihmon njëri në botë, ti nuk të ndihmosh vetëm tate. Po mori shpini me. I me atje, sa ka marrë të shpinë, e ka marrë gjithve, se ashtu i kemi artyve mrapa me ne, vetë ta zbulojmë vetën, po s'kemi ditë. Me prapë merremi të gjërat. Po ju që doni zbuloni vetën e dini ç'a bani ani. A kupton, nuk po flas për gjëra të tjera, po nëse ndoshta merrem me ramën po deshe, bani ç'a dush. Unë thash për këto, sidomos këto që janë seriozisht me këto gjërat. A kupton? S'është e energji mirë atje. Ti zbulosh të gjërat. I marrë gjithë të gjërat do dalin ke sfera jote, ku dalësh nga trupi, do dalin e tjetër me thik nga mrapa. Ose do të vi tjetër, ose kështu tjetër. E nuk jem frekvencë, edhe do thushën një fuskotën. Që e ban të këto komendet tjera, herë parë. Jo, në provova, ndoli kështu, se bajma, jo. A kupton? Po nese, tush me maj shpirë sa më mirë, leni këto, sa e kemi bak këto me Rama, me Salije, me Fatose, vishin me thasë, jepshin njerëzit meshin votat. Kjo është cirkuse, vëlla. Unë se kupton që i vini marrë pa këtë, kjo është për njerëzit që kuptojnë të gjërat. E mia që po them unë, që të lesh trupin. Po nese, po ti po deshën merru, bërë çfarë dush, ti e lirë. Unë s'po them. Unë vetëm thash se kështu. Ka të bajnë gjitha gjërat, a kupton? Me çfarë merresh, me çfarë smesh, me çfarë vëmendjen. Ato të edun, që të marrin ty energjinë, t'ja japësh ti vëmendjen këtyre. Po s'po them edhe mos e bani, njerëzit bajnë çfarë dojnë, a kupton? Po kanë njerëz sa dush, i bajnë gjëra sa dush. Ju bani çfarë doni, a kupton? Po erdhi muhabeti me do bëjmë gjithë ne, po ju që merreni me këto specifik, duhet të rini qetë nga mendja, duhet largu këto gjërat vëlla, për momentin. E di që është vështirë, nuk e lën dot, vjen i nati, po pengon ajo. Ka një pyetje këtu, prit pak.
Është një pyetje këtu ime. Përshëndetje o njeri I mirë. Pejtë e përgjë, po. Përshëndetje njeri I mirë. Si fillim të falenderoje me zemër për gjithçka bën për ne dhe për të gjithë përgjigjet që më ke kthyer. Por unë kam shumë qef të pyes përsëri e me zi pres videon tuaj të radhës. Kam disa pyetje nëse me lejon. Po. Pyetja parë. Na shpjego pak më shumë më formën e tokës. Çfarë them unë forma e tokës? Kismet na ja do t'ja bëj një video kështu me një figurë na ja t'ja marr dorën aty rvon që shpahen ato. Që t'i tregoj pak a shumë me kështu me vizuale të ardhmen. Po ja marr dorën. Që mund të tregoj pak shumë me vizuale që ta shihni që s'duket, ta kupton? Me forma tokës, unë e kam thënë, se di ke pa ato videot e mia aty apo jo, po forma tokës është kështu, është ne jemi me konstruksion, a kupton? Ne jemi blinduar, këtu ke toka më është këtu poshtë, a kupton? Edhe kjo është blinduar, si ka pothuajse tip imagjinoj se tip llomball, a kupton? Nxjerr llomballën me atë, e fut këtu, a kupton? Llomballën. Me edhe ka dhe rranj këtu, a kupton? Poshtë. Që e man në tokë, a kupton? Si kështu me aty poshtë ka lloj gjanash, ka shumë, a kupton? Ma shumë formë tokës. Kështu poshtë ke toka jon, ka tunele, ka civilizacione, ka dilla aty mrena, ka ças ka aty çmenesh fare po thosh si qysh, pa i më pa ja fut kot fare. Po na flasim për të gjanat. Po ti më ban pyetjen me, unë do ta shpjegoj. A kupton? Po ças ka aty? Ka civilizacion aty, ka lloj gjërash, ka lloj shejtanesh, ka lloj gjërash që bajnë këto, a kupton? Që shumë njerëz shumë nal din, po njerëzit tonë si besojnë edhe në shefin këto gjërat, si lejnë njerëzit t'i dinë, a kupton? Edhe kjo këtu ku jemi ne këtu kështu të poshtë, me këti ke për shembull këtu ke toka jon. Ma shumë formën e tokës, si me t'i shifim me këto malet. A kupton? Këto malet e mëdhaja. Këto nuk janë male. Këto shumica këtyve janë piramida, që kanë qenë përpara, që janë gropos që janë ba malime, që kanë qenë përpara. Ti ke shumë kështu, për shembull, pema, që janë kështu duken si male, që kanë qenë pemë të mëdhaja përpara. Këtu ke ky veni, pemë shumë mëdhaja. Shumë mëdhaja. Ato mashin shumë ujë, kupton? Që e mashin këtë planetin. Edhe ato këto I prejni me shumë nga ato që baj përmbytje. Që ka qenë përpara ka qenë teknologjia shumë më mirë organike, ne kemi prapë të po s'na I lejnë të na I bllokojnë gjitha gjanat, kupton? Por ne jemi ne magjik, I bajmë I shohim gjëra ç'a bëhet, ç'a s'bëhet. Se ky veni është kështu pak si magjik, a kupton? Po na duket shumë kot fare. Se është ka si su kamuflazh sipër. Po mëjna ka shumë aty. A kupton, ku dalësh nga trupi ti I shef të gjanat. I shef veç a ke qef, a kupton? I eksploron, shef. Me eksperiencë, a kupton? Që kështu I me ban që shdosh ti. Që shu ti vendos. Ke deti, aty ka civilizacione. Ke deti, mëjna ke deti, aty ka liqene. Thush ti, futesh. A kupton, me bot tjetër valla. Mëjna ke deti janë, s'tregojnë këto. I përdorin këto që dalin kështu si tip. Ka lloj gjënash, a kupton? Ka shumë aktivitet, në zdim gjafare, në mendojmë kështu, ka delfina aty, ka peshkaqena. Që I me duket si ku po e fuskot, po nuk po e fuskot, janë shumë të vërteta këto gjërat, janë nga eksperjencat e mia. Po nese, çka ka ma këtu? Ku ç'a s'ka? Kështu I me ja, pak a shumë këtu edhe kjo është si tip kështu. E rumullakët që blindum, a kupton, është një tip kështu. Si tip ka fazi rumullakët, si doma ja, bam. A kupton, jemi fusha parë këtu. Është shumë e madhe, kjo shumë e madhe. Se sa tregojnë këto.
Ne thonë që rrojmë aq 30 ke 40%, ke bolla që jemi ne për kalli 60-70% tjetër që se kemi eksploruar akoma, që s'dim që fare ne, që është ke njëta fush. A kupton? Kështu është pak kështu forma. Kështu ne jemi të ke fusha parë. Kështu është pak ashtu forma tokës. Pyetja 2. Çfarë janë krijesat mitologjike si Zeusi, Hadesi, Poseidioni e tjerë? Poseidoni e tjerë. Ose Poseidoni. Jo, se kam gjuna Zeusin e të gjanë. Të gjithë sa sot kemi pasën, kemi qenë, kemi ba, ças kemi ba, lëni këto gjëra, ta kupton? Ata që jemi ne bajnë dhe këto, a kupton? Po jo, vetëm ca bajnë thonë, ti se ban. Këto këto, a kupton? Po ka lloj unë si di mirë këto, po ka ashtu dush. E kupton ti kush je ti, këto gjalin si të kotanit pak a shumë. Aha. I më kuptoj unë që okay. Aha. Që kemi kështu gjithë në Zusa, Jezusa, Budare. Qa dush ti thuj ani, a kupton? Ko e kupton ti që del nga trupi që ikën shtëpi, aha. Qa s'krijojmë ne. Që shu ka shumë emra, unë i di pak a shumë, po unë i them shumë, po mirë. Po këtu në ku si ti gjana, edhe shkruajnë këtë për të gjërat, janë shumë kështu, anë për ne. Kemi ne gjithë mëna për mëna. Shkurt, po ka shumë, më lodhet menja, unë i kam thënë, unë do të shtyp tu, dali drita, kaq. Po, ke drita tu ka gjithë ato kablla që janë Zusa, po e dini Hadesi, Mamesi, Tadesi, ka shumë, a kupton? Edhe unë jam Kastraveci, edhe tjetri është tjetri. Si kështu i me po thuj me këtu tjetra, pyetja 3. Po zanat e malit, fairies, ju rrini shumë në natyrë, a ju ka ndodhur të shikoni ndonjë? Po. Po, unë merrem shumë me këto fairit. A kupton? I kam takuar edhe. Ku dal nga trupi. Kam eksploruar shumë, kam punuar shumë gjëra, më kanë treguar shumë gjëra. Kam fluturuar ne, fluturoj ku jam ato. Pa që jam i kënaqshëm ku takohem ato. E kupton? Po. Unë çudita po e para. Wow, ç'a bëhet çupa, e kuptova që ka të bëjë me gjithë natyrën, qiellriun që më për ulën e. A kupton, nuk trajtohen këto kollaj. Më kisha vë shumë më kohë ti kuptoj këto ndoshin, po unë si merja vesh, se kisha gjona për pralla, më dukeshin pralla, se shumë tanto janë pralla, janë gjana të kota, i shef kuklla ke televizorit të gjanat, nuk janë të vërteta, kupton? Po kur dalin ty ato, wow, i shef ti çfarë qenish janë, kupton? Kështu energjetik, me të kapme, me përqafime, me telepati, me ndjenje, a kupton? Aty janë gjitha gjanat kështu. Ku je ki bolla tjetër, janë kështu, çu themi ne. E një tjetër në tjevla, nuk në qifet gjatë, kupton ti? Po nesek, po. Po. Janë gjitha këto feri, gjitha që shetë gjërat, gjithë këto gjërat. Edhe prapë këto ka, prapë aty ke edhe këshu. Me qima të këte. Ke këshu, që quhet aja? Këto që jetojnë poshtë ujit, që janë njerës. Që ka në emrin këto. Që ka në emrin këto. Marin, ja. Që ka në emrin këto, që janë poshtë ujit. Këto njerë, këto. Janë njerës, po janë si këshu me peshk. Farin, sharin, no. Që shmikën të nga menja më këtë fjallë. Ja, po jo keni parasysh, a kapton? Ato janë aty, ka sa dush nga ato. Ti shifin është dokumentar për ato. Është një dokumentar që e pa shumë, që tregoshin për këto, po këto i ndaloshin, s'kan qef të i zbulojnë, ta di njerëzit. Këto që qenijet, që banojnë poshtë ke ujë. Po, ka shumë aktivitet, a kupton? Ka lloj. Që kështu janë gjithë vërteta. Zdi që them, po se ku di unë. Neri s'u di, s'ka shumë kohë që e pashtë. Ja, po vazhdoj, kismet në vjen ajo.
Kështu po, ka lloj gjërash, ja është çuditshme, e kupton? A ekziston parajsja dhe ferti? Çfarë ndodh me njerëzit që kanë bërë shumë të këqija? Pyetja 4. A ekziston parajsja dhe ferti? Ose po? Çfarë ndodh me njerëzit që kanë bërë shumë të këqija, për shembull serial killers e tjera? Këte i bajnë kështu, ne i bajnë këtu. Jashtë ato s'ka kështu, po kiki do e pa, lujmë kështu ne, njëri bën kështu, njëri bën ashtu. Është ajo polariteti që e kemi ne këtu, dualiteti. Që të marrim eksperiencë, a kupton? Nga gjithë të gjërat. Që kështu vim ne këtu me e marrim këto eksperienca, por ne si kemi marrë këto eksperiencë ndonjëherë përpara, për shembull. Ne jemi shumë zhvilluar nga bota tjetër, po me marrim të eksperiencën. Kjo t'jep një eksperiencë shumë wow, ku harron dikush jeti zot vjen të harruar edhe duke marrë shumë jetë, eksperon edhe e zbulon veten tani. Edhe kupton, sa jetë pas kam pasur, sa eksperiencë pas kam pasur, na kupton? Që kështu me këto i merr, po edhe nga këto vujtje që kemi marrë këtu ne, këto gjëra të këqija, negative, pozitive, këto i me t'jap një farë mençuri që është se ke pas përpara. Pa ne them unë njerë ku shkon atje ti me, ku e zhvillon veten, ato do të shpejnë fare qysh ky, se kjo është pothuajse pak si ka qenë, a kupton? Se ti shef njerëz me, ti thosh kështu çfarë jam unë zoti, i ke drejtë pa fut koti. Ti shkoj ka shpes pasi e pa bamë, se nga qenë blinduar e keq fare, a kupton? Jemi bak kështu mind hack. Pejtak. Po pra, mind hack. Edhe kemi arru kush jemi. Po me duke marrë këtë eksperiencë tani ku e kuptojmë në kush jemi, këto thonë wow, sikur kur delti për shembull ti je pa njohur, çysh zhvillove ti kaq shumë, a kupton që e ke zhvilluar veten me që po bën çmos ta zbulosh veten që e ke kuptuar që ka më shumë se si ky njeriu, a kupton? Se si ky avatari, ky mentali këtu, mental. Ke menja. A kupton? Që po pra, që kështu me serial killer as një gjasë ndodh me ato. Ato marrin një eksperiencë, duhet një serial killer që t'japin ty atë eksperiencë që ke pas ndonjëherë që do të vrasin anjani. Të vrasi Zotin, ashtu po duket këndër, edhe ajo t'jep një farë eksperiencë. I lujmë në rolet. Në këtë lojë, për shembull këtë lojë ne i vjen të mirë. Kemi loja tjetër që jemi diallë ne. Kemi vepruar ashtu, po kemi mësuar, jemi zhvilluar, ndryshojmë, ka lloj gjëra, a kupton? Që kështu kur mbaron loja, shkojmë gjithë shpinat, po qe. Po mirë. A kupton, i bi muhabeti. Po këtu i me kemi ndjenja emocione dhe këto na marrin kështu, na i bajnë kështu në vërtetë. Te loja, a kupton? Te realitetin, te ilusionin, po thosh, te ëndrrën. Jemi po thonë jemi në ëndër. E ditje, po thotë qysh jam në ëndër, se son. Ku flen gjundi ti s'di ku ikën, a kupton? Mund të jesh në ëndër atje ku ikën ti. Vjen prapë tu janë në ëndër. Ikën vjen atje janë në ëndër. A kupton? Po kur del nga trupi e zbulon veten që je i vetëdijshëm ku je atje nuk është më ëndër, ti po udhëton ku duash ti, jo ku do ëndra jote, ëndër si mand më fare, ndonjëherë mand më mirë në një ëndër. Ajo është ajo, po ne dalim sa herë nga trupi, ku jemi kështu, po vetëm jemi ke dimensioni jot, ka ëndrat jona. Se si jemi kap me shpirtin për të 100% me në ndërgjegjen tate, edhe me jetët e tjera që i keti vërdall. Ti përsëritisht bën shija dhe ato bajnë shija, se janë kap gjithë njëra tjetrën që shpërballen me ty. Ku bësh ti mirë, bën gjithë ato të tjerë të mirë. Me jetët e tyre që janë gjallë, që kam thënë unë, që vazhdojnë jetën e vet atë nga dimensionet e veta. Po çysh kjo është çuditshme? Është gjithë pjesa jote, sa jemi, na kupton? Gjithë ato gjërat kanë bajnë. Ne si shohim me, ne si parashikojmë, po janë gjithë aty ato gjallë. Që shuj me ku e zbulon ti veten me gjithë ato jetë automatikisht zbulon dhe këto me. Edhe dalin ato sikletet e gjëra të këqija, se ç'as kemi bën në jetë tjera, janë gjithë ato mëna, kemi bën mira, po kemi bën shumë keq. Gjithë, a kupton? Kam su tjetër ba, ta rapësh, ta bash. Lufta për shembull, përpara. Se nga vinë të shpirta. Jemi ne që vinë për qark. Cirkulojmë këtu.
Po, nga që se manë mend çdo herë që vjen këtu, je ky njeriu dhe është pak vështirë ani. Edhe bahesh në serial killers, në bahesh ç'as bash, imagjinoje vet. Duket pak e çuditshme kur thamë kështu, po është vërtet shumë. Prandaj unë e bëjmë kështu, e kupton s'di ç'të them. Pyetja 5. Si është historia e vërtet e Jezus Krishtit? Se e di që librat e shenjtë janë bërë politik, e ka shumë mashtrime brenda. Të dërgoj shumë dashuri, faleminderit. Si është historia e vërtet e Jezus Krishtit? Po kjo është temë kështu, kjo tema e Jezusit, kjo është pak kështu sensitive, a kupton, se ka shumë njerëz që i besojnë Jezusit. Unë mund të flas pak shkurt. Që kanë zbuluar që diun, me gjithë eksperiencën e mia. Jezusi me të një tamam, si puna jote, si puna ime. Pa e ka këtu me mision, si gjithë në. Sa e bajnë, sa se bajnë. A kupton? Shkurt. Me kjo mund të ndihmoj shumë njerëz. Kjo që të flasim me për Jezusin. Ta kuptojmë pak mirë. Që shu me ka emision, si kemi në gjithë. Sa e bajnë, sa se bajnë, vë. Sa se bajnë dot. Du ma shumë ko. Sa e bajnë. Pa ime, ishte si punon ne, tamam, lindi, qumë, rrugaç, ishte dhe me mecaj. Je ban të njerë. Ato e talëshnë dhe tjeret. Jezusi, jotë. Do një Jezusi një. Edhe, filloj këtë punon të kështu si kështu që që dojnë këtë me tapeta, shisin shumë tapetat ato që që dojnë këtë në kohën e Jezusit, atë carpenter e ka anglisht e ata mund. Kështu punojmë me tapeta të kapta? Një të mamë si tjerë, thjesht aty ke lagja. Shisin tapeta e kështu. E mori grunë kë, sa e tonë të ki grunë e vetë. Vdisë ke për grunë. Edhe gruja vdisë për te. U martu kë, banë të këtë gjithë të gjanë që kemi banë ne. E këptan? Kështu kë u martu herë, e këptan të, e njënë të edhe i vdisë gruja këtit. E kjo që shuba kë, i ku keq fare, i vdisë gruja. Qasi banë këtë zotit, mo zot. A këptan? Qante, pante, si që bashim në ne, e këptan? Ta ma me vla. Si gjithë tjerët kë. Ky që shkruani ju këtë gjithë të librat. Po nese, i vdi shkuja këti di kopetla, që të bajë me dhe kjo si kur, a këpëton, dhe i këtë dhe kjo vla, pyste, nga i kë gruja ime. Kjo shpite ma kampion në botë, që më të banë edhe ju. Nga i ku nëna ime, baba ime, fëmija ime. Praktikohet vla, dhe zbolosh, dhe kapësh. Dhe shohësh, janë shumë gjallë, të më gjallë se e ti. A këpëton, për nese, Jezusi, i ku kyme, ja futu kyme do zbulonte, i ku në qasë në gjonte, i ku nga Europa, i ku në nga Kina, i ku në nga këto India, këto shteta në. Filloj kyme këso transcendental meditacion, si që tjere, ta këpëton, fillon të praktika tjera, mystike, i ku nga India, si jep të trupit ushqim, sa shumë besholl që më përpara, që ushqimit ban keq trupit, ta këpëton, ti a i zoti, që kështë trupi me, është kështu pisanjos, ka është me shpirtin, po këtu është shumë mjetë me majtë mirë, e këpëton, që të mash informacion, që është kështu, du të mash veturën mirë, se i e ke kjo avatarje, vla, e ke këte për kështë disa vjetin me, du të mash mirë, po jo, ata kanë kështu që, ku kupton ti, a shumë bërë besoshin, që mos jepshin trupin shumë kështu, ta mashin mirë, se s'ka të bajt fare, që mendja edhe trupi nuk është e jotja, është e trupi e jote është shpirti, po, është vërtet, për me, ti e ke edhe mendin dhe trupin këto i me, që duhet i, a këpton, duhet i basi këpusët, ku banë gjamat e, kur i lynë aty, a këpton, edhe mendjen, edhe trupin duhet ta mash ashtu, a këpton, ti fucësh naft, që ti kishe si formula unë kjo, jo kështu si Fiat 131. Që kështu i me, këto kështu e kishin, dhe i mësoj i bani dhe i gjitha këtoj, dhe i lalesh, ikte, nga 20 dit pa ange, qas bante, rinë dhe ne, dhe gjithë zotë, dhe gjithë këgjeran, duke meditu. E këpëton thush ti ka ikë najer fare.
Po ti po mësonte me praktikonte, po zbulonte shumë gjëra me këto të indisë, me këto meditacione, me këto gjëra që po bante ky, e kupton? I kështu ikë shumë vjet tani. Ku e di unë, shumë vjet, e kupton? Gati ke 20, ku e di unë. 15-20 ai ban jaq, ose më shumë, se di kështu 100%, po iku ai shumë kohë gjatë. Edhe i praktikoi lloj gjërash ai në për këto venet, e kupton? Qetësi aty praktikonte meditatime. Edhe e zbuloi veten e vëlla. E zbuloi veten. Edhe aja ishte ai misioni e tij. Duhet të dishti gruaja herët. I me ti o të rikësh të bash pishman të bash, do harrosh ta zbulosh veten, se mendon se e ke gruan, s'li do pa gruan ose sidomos të me fëmijët, e kupton? Është prap lojë kjo, por kur vjen fëmia, dhëmë vëlla, ke ngjak, e një ndjenjat, e kupton? Është shumë e vërtet, shumë reale. Po nëse, edhe kur këto janë për të na mësuar, për të na zhvilluar, që ta marrim për shembull këtë vujtin, janë e man 3 vjet, janë e man 30 vjet, janë e man 3 muaj, tjetri e man 3 ditë. A kupton? Unë kam thënë kur det njëu do ta falenderosh vëlla se shpëtoi, ai për aq herë, nëse dimë arsyeën pse vdesin këto vëlla, ne mendojmë se vdesi, jo zemra kështu. Jo vëlla, janë gjithë gjërat kontrolluara. Vaje, po çeti, po kështu gjërat njerëzve kështu që i ndodhin këto gjërat. A kupton? Ka të bëj shumë me planifikimin tat. Vin këto, jena herë për 3 muaj të jetu, për 6 muaj, për 3 vjet, na japin një eksperiencë, ku ti ke fëmijë gjë më keq në botë, me çysh do veprosh ti. A kupton, gjatë të vujt me që ke marrë ti, si ke eksperiencia, ato do të shpërblehen me kohën tani, e kupton? Pra ne sidomos që keni shumë vujt të qija që i merrni këto eksperjenca, sa të provojnë të komunikojnë me ju. Ato njerëz që na ikin janë shumë më gjallë se gjithë bota, janë atje. Po nëse prap ke Jezusi ime. Ky erdhi me prap mrapshime, a kupton? Ishte i zhvilluar ky. Deri në fare sy, edhe këto me pa shifit e Jezusit. Sa ai kishte dashurinë e mirë, kishte dritën e fuqishme ai. Njerëz të nishën atë. A kupton? Po me këtë kanë lavdëruar, kanë bak këtë me thoshti ky është jo, ky është sipër Zotit po thoj, a kupton? Çuni Zotit, çuni kështu, ne jemi gjithë çunat e Zotit. Po që muhabeti, që kështu si ishte vetëm një Jezus në atë kohë, kishte shumë Jezusa kur u kthy ky mrapa. Kishte shumë Jezusa, po s'keni gjuhë për këtë. Edhe ato ishin si puna këtij. Femra, meshkull, sa dush. Po s'kan fal të për këtë. Nëse edhe e dini një histori në një mas kësajt, e kanë shkujtë në për Biblia, në për libra, në për gjana, po kështu është ajo, shkurt. Edhe ajo arritu për të na ndanë atë dashurinë që për them unë, dashurinë e pafundshme. A kupton? Është ajo që s'ka sot në botë mas e gjash. Ku kapesh ti matani, po të shumica sqarohet. A kupton? Po duke praktikuar, duke marrë eksperjenca, ashtu e vëlla e zbuloi veten ai. A kupton? Po ere për të mund të pa çe bam natë. E bam zbor fare. Që kështu me kjo është ajo shkurt, ajo historia e Jezusit. Edhe u bakje, po të ke 5 minuta ke video, që kështu me po lej këtu ke 48 sa. Ju uroj gjithashtu një ditë fantastike, edhe do ju përgjigjem edhe videove tjera në të ardhmen. Që kështu rini të kënaqur sa keni mundësi, edhe shihemi. Mirupafshim.